Ndriçimi publik dhe rehabilitimi i rrugëve në fshat dhe parcela ka qenë këto projektet për të cilat kryetari i bashkisë Zoti Raj Filo ka vizituar fshatrat Malavec dhe Shamoll për t'u njohur me ecurinë e zbatimit të tyre. Aktualisht në fshatin Malavec është duke u kryer shtrimi një rruge kryesore për te parcelat, e cila do t'u mundsojë fermerëve të kësaj zone qarkullimin pa probleme drejt tokave bujqësore. Filo u shpreh se brenda disa ditëve në këtë zonë do të fillojë dhe puna për pastrimin e kanaleve kulluese. Sot jemi në fshatin Malavec, duke inspektuar disa prej punimeve të Bashkisë të Korçës. Konkretisht, mjetet që janë mbrapa meje janë duke punuar për të shtruar një prej rrugëve kryesore të parcelave, e cila, ashtu si kundër edhe rrugët e tjera të parcelave në fshatrat e tjerë që kemi inspektuar ditët e fundit, do të lehtësojë aksesin e fermerëve në tokat e tyre bujqësore, ndërkohë që para pak muajsh kemi kryer pastrimin e një kanali kryesor të kullimit, ndërkohë që pas disa ditësh do të vazhdojmë me pastrimin edhe të kanaleve të tjera. Njëri prej ekskavatorëve të rinj që kemi marrë është duke punuar në tokat e Dishnicës dhe pas pak ditësh do vit pastroj kanalet edhe në tokat e Malavecit me qëllim kullimin e tokave, pra lehtësojmë aksesin e fermerëve në toka nëpërmjet rrugëve të parcelave, bëjmë dhe kullimin e tokave me qëllim që të fermerët kenë mundësi të kenë prodhim më të mirë nga tokat e tyre bujqësore. Ndërkohë para pak javësh në fshatin Malavec, ashtu si edhe në fshatin Shamoll, që do ta shohim pak më vonë, është kryer edhe investimin në ndriçimin publik, ashtu si në të gjithë fshatrat e njësisë administrative Bulgarec, edhe këtu janë vendosur një pjesë e ndriçuesave, ndërkohë që nga ana e banorëve më është kërkuar që të vendosen edhe disa ndriçuesa të tjerë, të cilat do të vendosen në ditët në vijim. Diskutimet me banorët kanë vijuar më tej për sa i përket një problematike shqetësuese prej vitesh në këtë zonë, uji të pishëm, dhe kryetari Zoti Raj Filo prezantoi për ta projektin më të ri që do t'i jap zgjidhje kësaj situate.